Transporti publik falas për studentët e universiteteve publike do të vazhdojë të zbatohet edhe më tej, pavarësisht të zërave se kjo e drejtë mund të shfuqizohet. Studentët e vlerësojnë se kjo e drejtë po u lehtëson realizimin e shumë aktiviteteve studentore që organizohen në pjesë të ndryshme të Shkupit. Posaçërisht për studentët vlerësoj se është shumë e rëndësishme. Unë sapo e humba të drejtën për bilet falas dhe tashmë po e vrej dallimin, sapo përfundova studimet. Mua më ndihmon shumë, sepse nuk e kam patent të shoferin, e kam vazhduar biletë mujore dhe nuk kisha asnjë problem. Më kërkuan pagesë prej 100 denarësh që të mund të marr vërtetim se jam studente e rregullt. Kjo ishte. E shfrytëzoj për të arritur në bank, fakultet, pastaj aktivitetet sportive dhe në mbrëmje për të dalë me shoqërinë. Një pjesë e studentëve ankohen për mungesë higjiene dhe kushte në transportin publik. Është zakonisht shumë e rëndësishme, pavarësisht që është falas. Kushtet në transportin publik janë sikur për kafshët dhe jo për njerëzit. Ky është vlerësimi im. Nga ndërmarrja qarkulluese publike sqarojnë se në përputhje me rregullorën e këtij institucioni, të drejtën për të përdorur transport falas për studentët e kanë të gjithë studentët e rregullt, të regjistruar në semestrin përkatës, veror ose dimror.